ku edhe opozitën. Po duket jo fair dhe jo korrekte kjo qasje? Ata e kanë relativisht situatë e çuditshme është kushtrim. Është situatë e çuditshme që nuk kemi përballur më herët. Është legjitime ajo. Me zgjedh presidentin, po më kodhëm një ratë. Deri në zgjedhjen e presidentit, e bëhemi bashkë një qeveri. Edhe pastaj s'ka nevojë me bë bashkë një qeveri vre kushtrim. Po. Ata po thonë që kanë nevojë, nuk po i mbroj ata për ta justifikuar qëndrimin e tyre. Si me qena në kohën kur e kemi kalu luftën ose na luftë civile ose Marakli tranzicionit. Adem, në qatë kohë dëshysh, hajde bojna një qeveri për bashkë. Nuk bëjnë bashkëta, vetëm kohë luftrash. Jo, mas luftës, nuk bëjnë vetëm kohë mas luftave, po bëjnë edhe në kohë kur shumë kriza dramatike. Vetëm pak, shala, kur nuk gjendet një lloj konsenzusi politik. Atër bo qeveri teknike, jo qeveri e unitetit nacional. Po ka qeveri teknike bëhen para proceseve të rëndësishme. Po a s'është Kosova para proceseve të rëndësishme? Ose në procese të rëndësishme, zoti Shala, siç do thoshe ti? Po gjithmonë, në një farë mënyrë Kosova është pjesë e proceseve të rëndësishme, po nuk janë edhe aq të rëndësishme sa që për me imponu një qeveri tranzitore ku të gjitha do të bëshin pjesë e qeverisë. Për shembull, për mua është shumë e rëndësishme nëse ti je në kryq të dialogut me Serbinë. Jo për faktin që Serbia është kaq e rëndësishme, por për idenë që faktori ndërkombëtar Bashkimi Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës insistojnë për një situatë tillë. Nëse i referohemi Bashkimit Evropian, është situatë emergjente kur ti ke sanksione. Do të më thosh të Blerim Gashi s'janë sanksione, janë masa. Po janë masa, po që ekzistojnë, ato nuk është se ekzistojnë. Në planin e brendshëm nuk ke një lloj kohezioni politik. Në rrafshin ekonomik nuk je duke u zhvilluar. Pse mos provohet një